E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi në pjesën e dytë në emisionin ton, sonte në këtë talk, unë ju pata paralemëruar që ditën se sot do të kemi të ftuar një advokat shumë të nderuar, i cili në fakt po trondit rjetin me deklaratat e tij. Dikush thotë që janë deklarata tepruara, por dikush thotë që advokati duhet të dëgjuar sepse i ka deklaratat e sinqerta. Ka fol për ngjarje të ndryshme, ka fol për tematika të ndryshme, ka fol për tematika që në fakt kanë, le të themi, kanë ngritur pesh publikun shqiptar, por me mua sot në studio ai do t'i elaboron edhe më gjërë. Nga Tirana e bukur, në një linë direkte, advokati nderuar Zaçe Islami. I nderuar advokat, faleminderit shumë që pranuat ftesën, të jeni pjesë e emisionit Talk Show me mua Tirana Lilin. Përshëndetje juve dhe gjithë shqiptarëve, dardanëve të Maqedonisë Ilire. Faleminderit shumë, ju e meritoni. I nderuar advokat, unë dua të marr mendimin tuaj për këto rregullat që thyhen për kufijtë ligjore në fakt të medjes dhe çfarë po u servire të sot të rinjve. Unë kështu do të pyes, çfarë po u servire të rinjve si fillim? Të rinjve u serviren veset më të këqija të shoqërisë. Hajdutlëku, krimi dhe prostitucioni. Hajdutlëku dhe krimi tek çunat e ri, u duket ai që vjedh, ai që vret, del sikur është më i Zotit se të tjerët, ka dhe mbështetje politike natyrisht, se këto nuk bëhen pa mbështetje politike. Në Shqipëri të paktën, nuk e di aty tek juve. Dhe prostitucioni që ato femrat e kanë veten e tyre në dorë, nuk i kontrollon më familja, nuk mund të i kontrolloj sepse u bë një normë e sjell e importuar në Ballkan dhe në trevat shqiptare nga masonët dhe nga iluminati, nga globalistët, nga ata që duan të ndryshojnë gjinin, nga ata që duan të ndryshojnë përbërjen e popullsisë shqiptare, përbërjen demografike të popullsisë shqiptare. Në Jugosllavi, në ish Jugosllavi, domethënë në Kosovë dhe në Maltëzi dhe në Maqedoni, pak a shumë ja kanë mbritur këtij qëllimi. Në Kosovë shumë më pak, po në Serbi dhe në Maltëzi dhe në Maqedoni deri diku kanë arritur sukses këta bandit, këto bisha me fytyrë njeriu, që quhen masonët. Pra, objektivi i tyre është të prishin përbërjen demografike të Shqipërisë. Unë po flas për Shqipëri, nuk e di se si e keni situatin ju në Maqedoni. Po thuaj se e njëjta është. Duhet jetë e njëjta, sepse Shqipëfolës ka dhe atje që merren me politikë dhe dua t'i them qytetarëve maqedonas. Ata dhe ta marrin si të duan këtë që po u them unë. Por është turp që shqiptarët kenë në Maqedoni, të kërcënuar nga slavo-maqedonët, të kenë 4 apo 5 parti politike në një kohë që duhet ishte vetëm një dhe të ishte unike dhe të ishte unifikuar dhe të kërkonte që shqiptarët e Maqedonisë të bëhen pjesë shtetformuese e shtetit Maqedon dhe të bëhet federat shqiptaro-maqedone, por jo një Maqedoni vetëm me kështu me slavo-maqedon. Uroj që ky mesazh joti të shkon në vesh të tyre. Zoti Islami, do të flasim për Big Brother, VIP Albania dhe Kosova. Në fakt, Big Brother VIP Albania starton më 20 dhjetor, që nuk kupton të shtunën, ndërsa ky i Kosovës ka startuar. Besoj që të kanë dalur video të ndryshme në rrjetet sociale dhe të ka rënë në sy. Ne e dim shumë bukur që Big Brother është një platformë, duke i ditur që platformat digjitale kanë disa rregulla në kuptimin e mos dhunës, mos fyerjes, mos diskriminimin, respektin ndaj moralit publik. Por në praktik, ne jemi duke parë gjuhë ofenduese, sjellje degraduese, skena intime në orare familjare. Tani pyetja është kjo: a ka përgjegjësi ligjore televizioni ku rregullat shkelen por ndërshkohen, madje shpërblehen edhe me vëmendje, duke vënë këtu në këtë mes, për shembull, në Big Brother VIP Kosova promovohet një vajzë e cila bën filma për të rritur. Besoj në kupton se ç'dua të them me këtë. Atëre, se the shumë gjëra dhe në një ligjërat aq gjatë ka disa probleme. Problemi i parë është zbatimi i ligjit.
nuk zbatohet ligji sepse ata që duhet të zbatojnë ligjin janë të emëruar prej atyre që duan të ndryshojnë përbërjen demografike të Shqipërisë. Pra duan me çdo kusht që të përhapet kurvëria, të përhapen sëmundjet, të përgjysmojnë ose mundësisht të eliminojnë fare kombin shqiptar në trojën shqiptare. E dyta, jemi tek Big Bordel, se unë si them Big Brother, unë i them Big Bordel, sepse praktikisht është një bordel i ligjëruar, i transmetuar, i urdhëruar, i financuar nga qarqe anti-shqiptare me shqipfolësit spionët e tyre këtu në Shqipëri. Pra, Big Bordeli është thjesht ligjërim i kurvërisë televizive, që qytetari, fëmia, që nga i vogli deri te i rrituri të shikojnë një kurvëri reale. Ka qenë këtu në Shqipëri tek Big Bordeli shqiptar, ka qenë një grua që jepte horoskopin dhe ajo kur vajti që të merrte pjesë te Big Bordeli shqiptar, tha unë dua një krevat. E keni fjalën për zonjën Merisheu? Ju e tha se thash unë. Mirë, po jo nga që the jepte horoskopin prandaj. Okej, në rregull. Dhe jo, e ke sakt. Dhe tha unë dua krevat dopjo, tha se unë do t'i provoj të tërë meshkujt që janë këtu në Big Bordel. E tha troç fare kur vate atje. Pra, çfarë është Big Brotheri? Është Big Bordel, është një bordel i ligjëruar me licencë, me pagesa të budallëve që rrinë dhe hapin dhe shikojnë Top Channelin kur transmeton Big Bordelin, që harxojnë orë të tëra dhe nuk e kanë mendje dhe nuk vrasin mendje se çfarë do bëhet me kombin shqiptar, çfarë do bëhet me shtetin shqiptar, çfarë do bëhet me djemtë dhe burrat shqiptar që kanë marrë ratin, çfarë do bëhet me fëmijët tanë që lindin dhe rriten dhe u plakën tani dhe nga 30 sa vjeç, 40 vjeç në perëndim. Në vend që të mendojnë për këto, ka stile hapin Big Bordeli që të tërheqin vëmendjen nga problemet themelore që ka populli dhe që ka shteti shqiptar, po popullsia shqiptare, dhe të mendojnë për budallë që domethënë thjesht u vrasin kohën, u vjedhin kohën. Për këtë është ngritur Big Bordeli. Dhe unë i jap një mendim, se s'kam të drejtë jap këshilla, s'jam kurkushi, jam një qytetar i thjesht, por u jap një mendim vëllezërve të mi Maqedonas. Bojkot të gjithë transmetimeve të Big Bordelit. Bojkot. Atëherë ata do marrin vesh që nuk duhet bërë më kjo punë. Po pse thua bojkot? Ato kanë kapur shifra maramëndse, për shembull Big Brother VIP Kosova ka kapur 22 bilion. Do me thënë, me shikime. Shiko, budallaj thot populli nuk ka brirë. Për punën që më kollaj. Pra, aq të trash janë, aq budallë janë, aq idiot janë, do t'ua them të tëra epitetet e ndyra, sepse i meritojnë që rrinë dhe mbështetin një program të tillë. Do të thotë që ata e pas kanë kurvërin normale, se quajnë turp, se quajnë problem, se kanë për gjë, por që të shikosh emisione me kurvëri reale, kjo është su takon dhe su shkon paraardhësve tanë shqiptar, atyre trimave që kanë luftuar për pavarësinë e Shqipërisë, për drejtësi, që kanë luftuar për shtet unik shqiptar. Jo, me këtë i përçajnë, se ajo politika romake, divide d'impera, përça dhe sundo, gjën një zbatim të shkëlqyer në popullsinë shqiptare, të shpërndarë në 5 shtete. Pra, flet për popullin shqiptar, më fal një sekond, nga që flet për popullin shqiptar, për shembull Lart Vasili vitin e kaluar përdorte kartën e patriotizmit. E njëjta gjë ndodhen edhe këtë vit, për shembull banori i ri që ka hyrë Big Brother krenohet me Adem Jasharin. Mendon që kjo karta patriotizmit i fuqizon brenda këta banor? Zotëri, ai Lart Vasili nuk ka të drejtë të përdor kartën e adetarit shqiptar, për arsye se ai deklaron dhe thotë jam grek me origjinë. Dhe temën Rebekën ja njoh se kam punuar në reparti ushtarak dhe e njoh mirë temën e tij. E njoh mirë, thash. Është greke, është minoritare. Pra nuk ka të drejtë ta bëj këtë. Ai ka edhe gënjen kur thotë jam përzën, jam persekutuar, jam përndjekur nga shteti grek në një kohë që unë që kam qenë protagonist 5 vjet rresht në mediat greke nuk e kam parë në asnjë rast, në asnjë emision, në asnjë kështu debat televiziv. Megjithatë secili ka gojën e tij dhe mund të thotë çfarë të doj. Fatkeqësisht kanalet e mëdha
këta tipa promovojnë dhe këta tipa transmetojnë, sepse nëpërmjet këtyre vënë në gjumë gjithë pjesën tjetër të popullsisë. Atë pjesë të shëndosh që është themi shëndosh që është adetare dhe do atë dhe unë, por që i damlosin, i vën, u hedhin atë barin e gjumit, që të jenë në gjumë letargjik dhe që të mos marrën vesh se çfarë bëhet. Zoti Zaçe, cili është dënimi që meritohet sipas ligjit për mediat të cilat promovojnë dhunën, gjuhën denigruese, ofendimet deri tek veprimet që janë intime, për shembull marrëdhënie seksuale, siç ndodhen në Big Brother ku e shohin edhe fëmijët. Gjithmonë. Me ligj dikur ishte që ofendimet dënoheshin nga gjob kaq lek deri në burg në 6 vjet, në 3 vjet deri 6 vjet. Pra edhe një gjob deri në 50 milion lek. Këto ligje nuk zbatohen më, nuk kërkohen më, sepse u zhdhen licenca që të bëjnë kurvërinë televizive zotëri. Dhe s'ka ligj që ata i dënon tani që i thotë më ke dhënë licencën, pse më dënon, çfarë ke? Pra nuk mund të dënohen më, harrojeni, jo këtu, po dhe tek juve, dhe në Kosovë, dhe në gjithë botën, dhe Big Bordelli për herë të parë lini në Angli. Pse lini në Angli dhe nuk lini në një vend tjetër? Sepse Anglia është një shtet që ka një popullsi shumë heterogjene, ka miliona emigrantë atje dhe ata e përcjellin kollaj atë lloj emisioni, domethënë transmetojnë se ju e përcjellin tonë e dëgjon, po e transmetojnë nga njëri individ tek tjetri, edhe në këtë mënyrë shpërbëhet popullsia, ikin normat e edukatit dhe të moralit, dhe ata nuk dënohen, mos prisni më që të dënohen, është suprimuar ai ligj dhe ai nen që i dënon për këto gjëra. Tani dënohet po, të dënojnë dhe të fusin gjob, po që se shahen Edi Ramën, e kritikoni, jo sa se shahin gratë e liga, po kritikove Edi Ramën, këtu të qepen si qeni guriq, derisa të dëmtojnë. Pra, po kritikove pushtetin, ndërsa po kritikove imoralitetin dhe kurvërinë, nuk thënë gjë për kur razi e i nderuar. Tani do të flas edhe për këtë temën që në fakt është tabu për të gjitha mediat shqiptare. Të ka rënë në sy promovimi i transgjinorëve, i homoseksualëve brenda formateve të këtilla. Për shembull në Big Brother VIP Kosovën kemi patur Linda Rei në një transgjinore, në një djalë i shëndruar në femër, kemi patur Edona James një djalë i shëndruar në femër, kemi patur meshkuj të cilët kanë qenë homoseksual dhe janë dhënë krenar me veten e tyre. Ç'mendim ke për këto promovime që bëhen pikërisht në për këto emisione që ka një audiencë të frikshme? E para, këtu është problemi, dhe kjo është fatkeqësia më e madhe që kanë audiencë, unë do ta filloj nga fundi. Sepse që të ketë audiencë një pederast, të mos përdor fjalën origjinale që u takon këtyre, sepse nuk u lënë juve që ta transmetoni, do ju vënë atë pullën e kuqe, ashtu dhe, por që të mos ju vënë juve pullën e kuqe, unë them pederast. Këta janë, promovohen dhe paguhen, se këta s'punojnë gjikundi. Kemi një gjeni këtu në Shqipëri, neve kemi edhe një tjetër, një kristi se që është ai, që deklarojnë që janë homoseksual, dhe ata nuk punojnë as gjikundi, po bëjnë një jetë luksoze, nga i marrin parat, kush i paguan. Nuk po them kush i nxit, sepse kush i nxit dihet se kush i nxit. I nxit partia në pushtet, i nxisin të ashtu quajturit partner tanë ndërkombëtar që nuk janë gjithë tjetër veç armiq të betuar të kombit ton. Të gjithë pa përjashtim, të gjithë thash, pa përjashtim. E theksoj fort këtë. Dhe ky tekst që vëmë këtu na obligon që të gjithë shqiptarët të shtrëngojmë fort njëri tjetrin, të lidhemi me njëri tjetrin, të dalim zot moralit dhe kulturës tonë kombëtare, sepse po shpërbëhemi. Jo më larg se pardje dëgjova që do mblidhen dhe do diskutojnë në një, nuk e di, një festival se ku do diskutojnë në Gjirokastër për duke festuar iso polifonin labe. Zotëri, labja s'ka
iso edhe polifoni. Labja ka këngën Labe që është shekullore me mijëra vjet, e pa ndryshuar. Këta duan me çdo kusht që t'i japin ngjyrat greke dhe fjalët greke. Pra, edhe njerë, vim të ajo, jemi të tradhtuar dhe jemi të shkelur e të shtypur nga këta që i ushqejnë neve, i rrisim neve, dhe nuk kemi që bëjmë, sepse ne nuk kemi më burra dhe djem që të marrë në armë dhe të qërojnë nga pushteti dhe nga karike, edhe nga vaqe dhe ut, sepse këta po shpërbëjnë, këta në armiqë më të mëdhenj të kombit shqiptar, sepse duan të shpërbëjnë, të zhdukin dhe të bëjnë slavo-grek. E kuptoj. Tani ti ke mendimin që domethënë këto që po promovohen, për shembull të marrim shembull ja edhe Linda që në Shqipëri del shumë nëpër media dhe tashmë ndjehet e tradhtuar sepse nuk ja kanë realizuar dëshirat ashtu si ka dashur ajo, edhe banorët brenda e kanë me patjetër që të pranojnë për shembull që është okay, Linda Rej, është okay një djalë homoseksual sepse ashtu i ka dhënë Zoti. Këto i jep Zoti apo bën vet? Asnjë gjë nuk jep Zoti i tillë. Dgjoj. Në 1 milion ose në 10 milion apo në 100 milion mund të dalë ai i jashtëquajtur hemafrodit që njihet nga shkenca dhe nga biologjia. Këta janë hemafroditet që ta dinë të tërë njerëz e tjerë dhe të mos gënjehen me propagandën, po lindin individ të tillë që kanë dhe organizm maskullor dhe organizm femëror i kanë bashkë, i kanë në të njëjtin vend. Këta quhen hemafroditet dhe këta njeh historia, ose deledash që themi ne deredash, si thot populli, këtu në Shqipëri, nuk e di ju atje. Pra, ashtu deredash kanë lindur historikisht, ndërsa këta që thonë tani janë transgjinor, këta vjen bëjnë operacione dhe paguhen me miliona për të bërë ato operacione dhe për të nxitur të tjerët. Dhe do jap një rast fatal në Tiranë, në Shqipëri, është një vajzë 13 vjeçe, e kanë marrë, e kanë operuar, i kanë hequr gjokset të dyja me mendimin që ndihet si djalë dhe duhet të bëhet djalë. Pra, kjo situatë është nxitet dhe do nxitet dhe do paguhet dhe do ushtrohet akoma më tepër presion që këta të shtohen nga këta globalistët, nga armiqtë e njerëzimit. Po tani një tjetër temë delikate është kjo prostitucioni i kamufluar, pasi jemi në këtë temën. Besoj që edhe ty të kanë rënë në vesh këto që ka ca goca që bëhen të pasura vetëm që shkojnë në Dubai. Do të thënë udhtimi i tyre në Dubai bën shumë të pasura. Të quajtura ndoshta si eskorta, apo nuk e di unë çfarë emri do t'ju vë këtyre. Çfarë mendimi ke për këto? Kemi sa të duash nga ato eskortat, qoftë shqiptare, qoftë latinoamerikane që kanë ardhur në Tiranë, dhe këto eskortat u kanë vënë emër të bukur, emër se eskorta është një trup shoqëruese. Këto janë në atë kuadër të shpërbërjes së popullsisë, të shkatërimit të moralis, të heqjes fjalës turp. Dgjoj, do t'ju them një gjë që qytetarët Maqedonas, shqiptarët e Maqedonisë, se për slavët nuk kam asnjë lloj pretendimi, për arsye se ata kanë mbështetjen e rusëve dhe bëjnë si duan ata. U lumt atyre, ka kush i mbështet. Ne s'na mbështet njeri. Por kjo punë ka filluar që në vitet 60, çthurja e moralit. Do lexoni çfarë ka thënë Rockefelleri në 1910, zotëri, i cili ka thënë do të fusim gratë në punë. Fëmijët që do lindin do t'i çojmë në përkopshe dhe në përqerdhe. Do t'i edukojmë sipas mënyrës tonë dhe sipas kulturës tonë, hebreje natyrisht, dhe në fund fare botën do ta qeverisim neve. Do ta ndajmë, thot fillimisht, do ta ndajmë rrogën që merr sot një burr, do ta ndajmë në 2 pjesë. Do fusim gruan në punë dhe do ta marrë ajo gjysmën tjetër të rrogës. Pra, me një gur kanë vrarë 2 zogj. E para punës shkatëruan familjen dhe edukimin e fëmijëve, sepse fëmijët tani të rrit shoqëria, të rrit kopshe apo çerdhe apo partia apo dreqi me të birin, dhe e dyta, fëmia nuk ndjen më dëmshuri për nënën e për babën. I duket më afërt ajo teta atje në kopshën e çerdhe se sa nëna e saj apo baba i saj. Pra, këta e kanë nxitur me kohë këtë politikë dhe po e vazhdojnë në mënyrë të tmerrshme. Jam shqiptari i parë që kam bërë protestën kundër vaksinave në Shqipëri, zotëri. Dhe keni protestën të regjistruar në datën 7 maj 2020. Atëherë kur në Tiranë këta
banditët që qeverisin Shqipërinë sot nxorën autoblindat për të vrarë Covidin. Kjo s'kishte bërë vaki, ishte e padëgjuar. Dhe aktualisht sot kanë vdekur dhe vdesin mijëra njerëz, midis të cilëve dhe i ndrit shpirti dhe nuk dua të lëndoj kockat e familjes e tij dhe dhimbjen e familjes së Shpat Kasapi, por ai vdiq nga vaksina. Shpat Kasapi Dhe kanë vdekur nga vaksina. Po, dhe kanë vdekur mbi 25-26 sportistë me infarkt në zemër në fushë të sportit, djem të ri, 22-23 vjeç, mbas vaksinave. Shpat Kasapi vdiq nga vaksina. Ke ndonjë fakt? Po, dëgjoj, tani më dëgjoni çik, se këtu është gjithë hileja dhe gjithë pislloku që përdorin. Po ta marrësh, ta çosh në ti bësh ekspertizën nekrologjinë dhe atë nekropsinë dhe autopsinë, thuhet që ka vdekur nga infarkt nga miokardi apo nga perikardi. Por nga erdhi miokardi, ky infarkti, që shkaktoi, që ky material që futet në organizmin e njeriu, që nuk ka nevojë njeriu për të, pse shkelet konventa e Nurembergut, neni numër 5 i konventit e Nurembergut që ndalon të gjithë shtetet e botës që t'i detyrojnë popullsitë e tyre të fusin në trup element që nuk dëshirojnë vetë. Mbi këtë bazë unë protestova në datën 7 maj, e keni në YouTube, shikojeni, dhe nuk bëm vaksinë dhe ne që se bëm ja ku jemi shpëtuam, ndërsa na kanë vdekur njerëz të afërtan shumë të ri, të pasur ndonjëherë me sëmundje të ndryshme, sidomos mbretëron në këta të vaksinuarit, kanceri dhe sëmundjet e zemrës. Tani, do ma thuash se jemi drejt fundit, i nderuar advokat. Do ndalim edhe njerë se mike pak nga kjo tema e këtyre vajzave të Dubajit, sepse është temë shumë delikate kjo. Lekët i fitojnë me djers apo pa djers, si mendon ti? Të ta them se ç'mendoj? Ma thuaj troç. I fitojnë lekët me byth. Me çfarë i fitojnë lekët? Me byth, po e them prap, apo e do me emrin origjinal, me vagin. Jo, kaq shumë. Tani të lutem, po me çaj fitojnë? Po më thuaj. Do vëm pikat, dëgjoj djalë. Unë e di që juve ja ndalojnë edhe nuk kemi që bëjmë, se kemi gojnë të lirë. Të lirë kanë gojnë prostitutat dhe kurvat që bredhin për eskorta edhe për vendet ndryshme të botës. Por prapë u bëjthirje shqiptarve, familjeve shqiptare, dhe të na quajnë prapanik, dhe të na quajnë anadollak, dhe të na quajnë të prapambetur, si të duan dhe të na quajnë, mesjetar, primitiv, po të ruajnë familjen dhe të ruajnë fëmijët. E vërtet. Këtë porosika. Tani, moderatorët në këtë Big Brotherin thonë se Big Brotheri e pasqyron shoqërinë e ditës së sotme. Sa është e vërtet kjo? Duam, po shoqëria aty s'ka ta ndisur të Big Bordel. Derisa ka mira njerëz që ndjekin atë program, nuk e kanë shumë gabim ata. Nuk e kanë shumë gabim. Brenda asaj. Ata i shërbejnë atyre që i paguan. Dëgjoj, qeni leh atje ku ha. Ata njerëz, këta moderator, këta regjizor, këta skenarist që bëjnë këtë lloj programesh, këta paguajnë shumë shtrenjt. Një gjë nuk dinë, që shpirtin e tyre kanë në xhenem, i garantojnë që këtu, që sot tani që flasim bashkë. Ti thua që këto kanë bërë mëkate? As mëkate, krimi jo mëkate së gjithë, mëkate që falet, krimi jo. Këta vrasin njerëzimin, këta vrasin rinin, këta vrasin martesën, këta vrasin familjen, vrasin fëmijët, këta i vrasin të tërë, zhduken me mira fëmijë, adrenokromin përse e marrin, nga e marrin, nga fëmijët e marrin, nga sytë e fëmijëve, hapini, shikoni për adrenokromin çfarë është dhe nga prodhohet dhe kush e përdor. Është droga më e shtrenjtë në botë, është $1 milion grami. Po. Tani, për fund, i nderuar advokat, a jemi përballë një eksperimenti social pa përgjegjësi? Shqipëria, nuk e di për ande nga ju, më pak, po Shqipëria është bërë me kohë kavje eksperimentale që në vitin 45-46, kur na morën pronat, na morën delen, dhin, lopën, kaun, vicin, kalin, mushkën,
i mori shteti, u katandisim një popull pa pronë dhe nuk kundërshtoi asnjë, nuk luftoi asnjë për të mbrojtur pronën. Pra na katandisën emigrant në vendin tonë. Dhe aktualisht sot tani që flasim bashkë, ta dinë shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët po pronësohen me ligj, me vendime të veçanta speciale të kryeministrit Kuisling të këtij fëllëqësile që drejton shteti shqiptar që quhet Edmin Rama. Mere lexojeni çfarë i thot asaj Ballukës. Kujti thua kështu ti më kurmuti, thot. Shqip, kryeministri i vendit. Pra, shqiptarët janë kthyer që në 45-ën popull kavje, shtet kavje. Kavjet ju e dini, janë kafshë eksperimentale për laboratore. Kështu jemi, zotrin. Kjo është e vërtet, dhe dal dikush, nxjerrni një politikan, një burr të mençur, kush doj të jetë, të vi të dalë të më kundërshtoj. Zoti Zaçi, unë të falenderoj shumë që pranove ti është pjesë e emisionit tim. Shpresoj që të bëjmë edhe tjera herë lidhje për të komentuar ngjarjet dhe shqetësimet në fakt në shoqërinë tonë, apo këto gjëra të cilat na vinë si gjëra të mirëqëna të bukura, por që në thelb shikojmë aty situata të pakëndshme apo promovime denigruese. Sinqerisht jam shumë i lumtur që ndave kohën ti jesh me mua. Unë të falemderit për ftesën dhe nuk janë denigruese, po janë kriminale, janë vrasëse, janë të dënueshme këto veprime që bëjnë. Kriminale, mos i zbut. Jo, janë kriminale, janë vrasëse. Falemderit shumë. E pra të nderuar miqtë e mi, ishte zoti advokati Zaçe Islami, i cili foli në mënyrë të detajuar për Big Brother, për ligjet, që domethënë arritëm të kuptojmë nëpërmjet advokatit që nuk ka ligj në fakt që dënon, ashtu siç ne kemi dëgjuar që përflitet lart edhe poshtë që mund të dënon për një veprim brenda asaj shtëpie në Big Brother VIP Kosova apo në Big Brother VIP Albania. Ne do të takohemi pas publicitetit në pjesën e tretë për të komentuar pak Big Brother VIP Albania 5, merisin, shtëpitë dhe gjithçka që në fakt do të na përfshi që të shtunën apo konkretisht më datën 20. Kalojmë publicitet dhe rikthehemi përsëri në studio.